Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 32 vjeçarin Bertil Alliaj, që vrau kushëririn e tij Dalian Alliaj mbrëmjen e së shtunës në Selenicë të Vlorës. Autori i krimit përpara tokave të zeza nuk ka pranuar të flasë, por ka thënë vetëm se nuk është në gjendje të shpjegojë atë që ka ndodhur. Deri në këtë fazë të hetimit, prokuroria dhe policia e Vlorës dyshojnë se ngjarja ka ardhur si pasojë një konflikti për motive të dobta mes dy kushërinjve. Bertil Alliaj, 32 vjeç, qelloi me 5 mlumba Dalian Alliajin dhe pas ngjarjes u arratis për t'u kapur disa orë më vonë në malsinë e gjormit ku ishte fshehur. Ai u dorëzua pas thirrjeve të policisë. Deri më tani 32 vjeçari nuk e ka treguar arsyeën e vërtetë të konfliktit që kishte me kushëririn e tij. Autori, që rezulton të jetë djali i xhaxhait të viktimës, nuk ishte një person i panjohur për policinë. Prej vitit 2015 ai ishte në kërkim për të ashtu quajturën masakra e Çoles, ku humbën jetën 3 persona, për cilën autori ishte dënuar në mungesë me 35 vite burg.